i nderuar Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore, vendore, të dashur fermerë, sipërmarrës, partnerë dhe miq. Është një kënaqësi e veçantë të ritakohemi sot, pas një viti, në hapjen e edicionit të 5 të Panajirit Ditët e Bujqësisë në Lushnjë, eventi më i madh i këtij sektori në vendin tonë. 4 vite më parë, kur hodhën themelet e këtij panajiri, kishim një vizion të qartë, të krijoni një platformë të dedikuar zhvillimit të bujqësisë, promovimit të inovacionit dhe ndërtimit të ujrave bashkëpunuese mes fermerëve, bizneseve dhe institucioneve. Sot, me krenari themi se ky vizion është kthyer në realitet. Ditët e bujqësisë janë tashmë një pikë takimi i rëndësishëm për aktorët kryesor të sektorit, duke dyfishuar numrin e pjesëmarrjeve në vite dhe duke tërhequr kompanive endase ndërkombëtare. Ky panajir ka shërbyer si një platformë e suksesshme për krijimin e partneriteteve strategjike, prezantimin e teknologjive të reja dhe nxitjen e zhvillimit bujqësor dhe rural në Lushnjë, Myzeqe dhe Mëngjerë. Në këtë ditë të rëndësishme, dua të shpreh mirënjohjen time për qeverinë shqiptare dhe Ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, si dhe për organizatorët e përkushtruar Iceberg Exhibition, të cilët kanë kontribuar në shndërrimin e këtij panajiri në një traditë të suksesshme çdo futprilli që prej vitit 2022. Por suksesi që shohim sot nuk është vetëm një eventi, ai është mbi të gjitha rezultati i punës së palodhur të fermerëve tanë. Bashkia Lushnjë përfaqëson një nga qendrat më të mëdha të prodhimit bujqësor në nivel kombëtar, ku vetë 65% e tokës është në funksion të bujqësisë. Prodhimet tona jo vetëm furnizojnë tregun vendas, por përfitojnë gjithnjë më shumë terren edhe në tregun ndërkombëtar. Këto janë rezultate dhe i politikave mbështetëse, si në nivel qendror, por edhe ato në nivel lokal. Përveç skemave të subvencionimeve, Bashkia Lushnjë ka ndërmarrë nisma konkrete për mbështetjen e fermerëve, si ngritjen e zyrës së këshillimit për fermerët, krijimin e strukturave mbështetëse për sektor specifik nëpërmjet krijimit të SHPP-ve, si ai vaj të Ullirit. Në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtar, kemi asistuar bizneset dhe agroprodhues, duke rritur kapacitetet dhe cilësinë e prodhimit vendas. Bujqësia mbetet një prioritet strategjik për Bashkinë Lushnjë. Investimet tona janë të fokusuara në përmirësimin e infrastrukturës bujqësore, modernizimin e mjeteve të punës, pastrimin e kanaleve ujitse dhe punuse, si dhe në hapjen e rrugëve që lidh parcelat bujqësore, kërkesë të drejtpërdrejta të fermerëve tanë. Të nderuar të pranishëm, duke mos u zgjatur më tej, uroj të gjithëve mirëseardhje në ditët e bujqësisë 2026. Uroj që ky panajir të jetë i suksesshëm për çdo pjesëmarrës dhe të shërbejë si një mundësi e shkëlqyer për bashkëpunime të reja. Ftoj të gjithë miq, shqiptarët e të huaj, të shijojnë Lushnjën në të gjithë dimensionet e saj, mikpritjen, kulinarinë dhe trashëgimin tonë të pasur kulturore dhe historike. Shumë faleminderit dhe suksese panajirit.